Ne jo më kot jemi këtu në pedonale, është një nga investimet më të veçanta që ka bërë bashkia juaj. Çfarë ka të veçantë kjo pedonale? Dhe është një nga investimet që është kundërshtuar më shumë kur është hedhur si ide. Edhe është vërtet rasti për të përmendur që jo çdo konsult publike në fakt shërben si cilët ideja fillestare. Të gjithë banorët kanë qenë kundër, mendonin që mbyllja e një rruge, heqja e makinave nga rruga e ul punën, e ul vëmendjen dhe e boshatis. Në fakt e kundërta ka ndodhur. Ne jemi në vap tani, po nëse këtu vjen pasdite, kjo është shëtitoria e famshme që shkon drejt rrugës së Rehovës, andej më pas është një tjetër shëtitore 1.8 kilometra për ecje dhe biçikleta nga Erseka deri në hyrje të Rehovës, që solli një tjetër zhvillim. Shpresoj që shumë shpejt me fondet shqiptare të zhvillimit të bëjmë fazën e dytë, sepse pedonale është investim i bashkisë. Solli një hapësirë të veçantë, ku është ruajtur tradita dhe guri është themeli i saj, dhe veçantia është një ujëvar e vogël, po themi një basen, një ujë të rjedhshëm, të qarkullueshëm, i cili ujin e vaditjes që vjen prej malit dhe të pricat e ujit të depos së furnizimit të qytetit tashmë nuk shkojnë kot në përrëke, po kalojnë në mes qytetit dhe më pas vazhdojnë që zbret për zonën tjetër në vaditje. Shumë shpejt do të kemi fazë të dytë. Uji i rrjedhshëm do të dali edhe në qendrën e qytetit, Sheshin Rilindja, dhe deri tek unaza e qytetit, ku lidhet me atë që ne e quajmë sot për sot fyllëzimi.